Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma tregon se profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka besuar asnjëri për jush përderisa dëshirat e tij nuk e pasojnë atë me të cilën kam ardhur, pra normat islame. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit dhe mësimet e hadithit ton. Themi se shenjë dalluese e besimtarit është ndjekja e hapave të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet jetësore, në adhurimin e tij, në sjelljen e tij, në pastërtinë e tij. Shenjë e dashurisë së sinqertë ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij është zbatimi i porosive hyjnore. Imani i plot dhe i vërtet arrihet kur dëshirat tona ndjekin normat e krijuesit dhe jo epshet e ndaluara apo kënaqësitë e shfrenuara individuale. Në Kur'anin famlart, Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Ahzab, ajeti 36, urdhëron dhe thotë: nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje të vërtet që kur Allahu dhe i dërguari i tij të vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyre. Kush e kundërshton Allahun dhe pejgamberin e tij, ai me siguri që ka humbur. Në surën As-Sad, ajeti 26, Allahu azza wa jall i drejtohet Hazreti Davudit dhe i thot: o Davud, ne të kemi bërë me këmbës në tokë, prandaj gjykon ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave të tyre, se ato të largojnë nga rruga e Allahut azza wa jall. Me të vërtet, për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e harruan ditën e llogarisë. Megjithse gjithçka është e nënshtruar ndaj vullnetit të Allahut subhanahu wa ta'ala me urtësinë e tij, njeriut i është dhënë liri dhe vullnet në disa sfera jetësore. Njeriu është i nënshtruar para ligjeve natyrore dhe fizike të kësaj gjësie. Njeriu lind, zhvillohet dhe vdes në pajtim me ligjin e Allahut azza wa jall, duke mos ndërhyrë vullneti i tij dhe përzgjedhja e tij. Pra jemi përballë një fakti determinant. Askush nga ne nuk mund t'i ndryshojë ligjet e Allahut azza wa jall në këtë gjësi. Përveç nënshtrimit të pavullnetshëm, prej nesh kërkohet t'i nënshtrohemi porosive kuranore dhe profetike edhe në ato sfera ku kemi liri dhe posedojmë vullnet të lirë. Pra na kërkohet të harmonizojmë mes llojeve të ligjeve hyjnore. Besimtari nuk ja njeh Allahut azza wa jall vetëm sundimin e natyrës, të qiejve dhe planeteve, por ja njeh edhe sundimin në tokë edhe në sistemin e jetës. Le të dëgjojmë me kujdes disa ajete kuranore ku Allahu azza wa jall i drejtohet besimtarve. Në surën An-Nur ajeti 63, Allahu azza wa jall urdhëron dhe thotë: le të friksohen ata që e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit, që të mos i arrijë ndonjë sprovë, ose që të mos i godas një dënim i dhëmshëm. Gjithashtu, në Kur'anin famlart, në surën An-Nisa, ajeti 65, Allahu azza wa jall betohet në vetveten e tij, duke thënë: jo, pasha Zotin tënd, o Muhammed, ata nuk do të jenë besimtar të vërtet derisa të marrin ty për gjyqtar për kundërshtimet mes tyre, e pastaj të mos ndjejnë kurrfar dyshimi ndaj gjykimit tënd, edhe të binden ty plotësisht. Ndërsa në surën Alu Imran, në ajetin 31 të kësaj sureje, Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: thua ju besimtarve, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, pejgamberin, që Allahu t'ju doj juve dhe t'ju afal gjunahet. Allahu është falësi i madh dhe mëshirëploti. Besimtari musliman lexon, dëgjon, thellohet në tekstet hyjnore dhe kupton,
pastaj ndërton bindjen dhe veprimin mbi atë parim kuranor ose profetik. Dhe jo siç ndodh rëndomt, të kemi bindje të formuara në kokë, bindje sektare ose kulturore, për të cilat pastaj kërkojmë të gjejmë argument fetar i cili i justifikon bindjet tona paraprake. E në rast se nuk gjejmë argument fetar, atëherë me sforcu e përthyejmë ndonjë copës ajeti ose hadithi që të përshtatet me mentalitetet tona. Hadithi në fjalë është nga ato pak tekste profetike saktësia e të cilit është e diskutueshme në këtë përmbledhje me 42 hadithet profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por gjithsesi, përmbajtja e hadithit është e saktë dhe mesazhet e përfituara nga ky hadith janë të mbështetura në argumente të shumta. Në fillim të kësaj serie, ne kemi treguar se Imam Nawawiu, Allahu e mëshiroft, është munduar që të përzjell hadithet të sakta sipas opinioneve të tija shkencore. Por në disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawiu nuk ja ka qelluar të saktës dhe të drejtës. Prandaj themi se ky hadith i sapo shpjeguar është një hadith i diskutuar rreth saktësisë dhe pranueshmërisë së tij, por përsëri po përsërisim, gjithsesi mesazhet e hadithit janë të mbështetura në argumente fetare të shumta. Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut azza wa jall fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurinë tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.